Nesër, bota ndalon. Nesër, në New Jersey, në Amerikë, luhet ndeshja më e madhe e futbollit. Finalja e Kupës së Botës. Spanja kundër Argjentinës. Dhe sot, në këtë episod, do të flasim shqip, ngadalë, qartë, për këtë ndeshje historike. Do të mësoni fjalë të reja. Do të kuptoni pse kjo finale është kaq e veçantë. Dhe në fund, do t'ju them parashikimin tim. Mirë se vini në Slow Albanian. Unë jam Pavlo dhe sot do të flasim për finalen e Kupës së Botës. Para se të vazhdojmë, le të mësojmë disa fjalë kyçe. Futboll, football, ndeshje, a match, finale, final, kampion, champion, trofe, a trophy, portier, goalkeeper, sulmues, a striker or an attacker, gol, a goal, fitoj, to win, and humb, to lose. Tani, le t'i përdorim këto fjalë. Argentina dhe Spanja luajnë në finale. Njëri ekip do të fitojë. Tjetri do të humbë. Vetëm njëri ekip do të ngrejë trofeun. Kjo finale ka një histori interesante. Argentina e ka fituar Kupën e Botës 3 herë. Në 1978, 1986 dhe 2022. Lionel Messi, lojtari më i madh i kohës son, e ngriti trofeun në Katar në 2022. Tani, Argentina dëshiron trofeun e 4. Spanja, nga ana tjetër, e ka fituar Kupën e Botës vetëm një herë, në vitin 2010. Por sot, Spanja renditet si ekipi numër 2 në botë. Lojtarë të rinj, si Lamine Yamal dhe Pau Cubarsí, po luajnë futboll fantastik. Ja një fakt interesant. Argentina dhe Spanja kanë luajtur vetëm një herë më parë kundër njëra tjetrës në Kupën e Botës, në vitin 1966. Argentina fitoi atëherë 2-1. Pra nesër, historia takohet me të tashmen. Përvoja e Argentinës kundër rinisë dhe formës së shkëlqyer të Spanjës. Kjo finale nuk është vetëm futboll, është edhe spektakël. Ndeshja luhet të dielën më 19 korrik në stadiumin MetLife, pranë New Yorkut. Do të ketë mbi 80.000 tifoz në stadium. Dhe gjatë pushimit, do të ketë një koncert të veçantë me Madonën, Shakirën dhe BTS. Imagjinoni, futboll dhe muzikë bashk para syve të gjithë botës. Prandaj po them, nesër bota vërtet ndalon. Njerëzit në çdo vend, në Shqipëri, në Kosovë, në Itali, në Gjermani, kudo do të ulen para televizorit. Tani dua t'ju pyes. Kush do të fitojë sipas jush? Spanja apo Argentina? Shkruajeni përgjigjen tuaj në shqip në komente. Mund të shkruani thjesht unë mendoj se fiton Spanja
ose unë mendoj se fiton Argentina. Kjo është një mënyrë e shkëlqyer për të praktikuar shqipen tuaj. Dhe nëse doni episode më të gjata, me ushtrime dhe fjalor shtesë çdo javë, konsideroni të bëheni antar i kanalit. Para se të mbyllim, parashikimi im. Unë mendoj se kjo do të jetë një ndeshje shumë e balancuar. Por në fund, unë do të zgjidhja Spanjën, edhe pse më pëlqen Messi. Faleminderit që dëgjuat Slow Albanian sot. Nëse ju pëlqeu ky episod, mos harroni të bëni like, të abonoheni dhe të ndani me dikë që po mëson shqip. Shihemi të dielën dhe le të shohim se kush do ta ngrej trofeun. Miropafshim!